LDK-ja ka me qenë faktor dhe ka me dhënë maksimumin që me kriju një qeveri stabile, me ja kthy stabilitetin në shtetit, mi themelu institucionet, mi emru gjithë ato udhëheq institucionesh të cilët janë mbi 70 që janë ushtrues detyre, me ja kthy stabilitetin dhe normalitetin funksionimin demokratik Kosovës, edhe ka mu angazhu mbi programin qeverisës që e kemi, me shënu arritje në fushat prioritare që e kena, të e përfshi arsimin, edhe normalisht që ka mu angazhu plotësisht në kthimin e aleancave dhe ndërtimin e aleancave më të forta, me qëllim që Kosova të ecë përpara në rrugtimin Euroatlantik. Në bashkëqeverisje me vetëvendosjen apo me PDK-n dhe AK-n? Po ta donim bashkëqeverisjen me vetëvendosjen e kishim bo kësaj here. Kam qenë numrat, kena pas mundësi, na ka zgjedh disa herë, po se kemi bo. E se kemi bo me arsyetimet e plota të këtyre gabimeve dhe dëmeve që ja ka shkaktu vendit tonë. Edhe i kena pas këtë mundësi, e kena dhonë këtë përgjigje. Po ta bëj një pyetje shumë tronë. Po. Çka nëse këta numra na dalin edhe pas 28 dhjetorit? Jam shumë e sigurt që këta numra nuk përsëriten. Jam shumë e sigurt që gjendja e Kosovës është 100 herë më e rëndë tash se sa para një viti, sepse i shohin qytetarët. Faturat e rrymës janë shtrajtu, kriza ekonomike, secili pe kena problem me ngjit mujin me muj, secili qytetar ka me reflektu dhe përgjith se ki Kurtin, i cili zgjedh metoda tjera me shpërnda ka 100 euro tek qytetarët.